Pas rreth një orë debatesh pozit-opozit për rendin e ditës ndërpritet mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak të Vlorës, një mbledhje e cila nisi dhe përfundoi me debate. Mos mbledhja e votave të mjaftueshme për të miratuar rendin e ditës, shkaki i anulimit të mbledhjes. Sipas këshilltarëve të opozitës, rendi i ditës kishte më shumë se ç'duhej pika për diskutim, 21 të tilla. Kjo gjë bëri që të nisnin diskutimet në sallë, sa i përket fluksit të lartë të çështjeve të rëndësishme për diskutim për mbledhjen e sotme. Duke dashur të shpjegoj kolegëve socialistë dhe kryetarit grupit tyre që kvorumi nuk është një rastësi që është vendosur në rregullore. Pa plotësimin e kvorumit nuk mund të vazhdoj mbledhja e komisionit dhe mbledhja e këshillit, po doni juve, sepse ne presim këtu edhe çerekore dhe 20 minuta sa të vinë gjithë këshilltarët që të plotësohet kvorumi që të fillojë mbledhja. Se ndryshe pa formimin e kvorumit nuk çelet mbledhja e Këshillit Bashkiak. Në të njëjtën formë procedohet edhe me komisionet. Nëse nuk ka kvorum, nuk mund të konsiderohet e kryer procedura në komisionin juridik dhe pa kaluar një projekt vendim në komisionin juridik që është një nga komisionet më të rëndësishme për t'i dhënë ligjshmërinë projekt vendimit, më pas për të trajtuar në komisionet e tjera sipas përcaktimeve, ne nuk mund të sjellim projekt vendimin në mbledhjen e Këshillit për të diskutuar. Kështu që mendoj që ajo që ngriti zoti Nika është shumë e drejtë, pra ky projekt vendim nuk ka marr miratimin e komisionit juridik, sepse nuk është plotësuar kvorumi, se për fat të kujt kjo pak rëndësi ka. Elbiniqi Mërkuri, kryetaria e Këshillit Bashkiak të Vlorës, pas diskutimeve mes këshilltarëve, e kaloi rendin e ditës në votim. Prej procesit të votimit u numëruan 25 vota pro për të, çka bëri që ky rend dite të mos kalojë, duke u djegur për një vot. Sipas legjislacionit në fuqi që një rend dite të kalojë, duhet të ketë të paktën 50 plus 1% të vota të numrit të antarëve të Këshillit Bashkiak, më konkretisht 26 të vota. Të nderuar qytetarë të Vlorës dhe të nderuar këshilltarë, kërkojmë ndjes për mos vazhdimsinë e mbledhjes së Këshillit në ditën e sotme, për mungesën e kuorumit. Mbledhja e Këshillit do të zhvillohet ditën e nesërme në orën 9, sipas bisedës që është lënë me gjithë anëtarët e konferencës së kryetarëve të pozitës dhe opozitës. Faleminderit dhe dëgjohemi ditën e nesërme për rendin e ditës. Me të njëjtin rend dite, patjetër. Pas votimit ka nisur dhe largimi i opozitës nga salla e mbledhjes. Atyrt Hoxha, kreu i këshilltarëve të opozitës, sqaron pse u anuluar rendi i ditës dhe faktin e largimit nga salla. Pasi filloi mbledhja duke diskutuar rendin e ditës, kërkova fjalën për procedurë. Pasi mora fjalën për procedurë, argumentova se në këtë rend dite ka më shumë pika se sa lejohet sipas rregullores. Një akt ligjor i dal për rregullimin sipas ligjit për veçëverisjen vendore. Me forcën e kartonave tentoan kolegët socialistë dhe kryetari i grupit socialist zoti Moçka që ta kalonte këtë rend dite, por që për fat të mirë, disa kolegë socialistë të cilët nuk e ngritën kartonin jeshit për të miratuar të rend dite, ky rend dite nuk u miratua dhe për të arsye kjo mbledhje nuk mund të vazhdoj pasi nuk mori miratimin e Këshillit Bashkiak. Do të njoftohemi në një mbledhje tjetër. Më pas kryesia vendosi që nesër në orën 9 të mëngjesit të mblidhet sërish Këshilli Bashkiak.